po nuk mujnë me marrë pjesë në votim në një rand të ditës i cili është gatu në zyrat e lëvizjes vetëvendosje, nuk do të votojmë. Kemi vot kundër, se sa zoti Kurthi është i gatshëm për bashkëpunim, unë po besoj që patët mundësi ta shihni vetëm para 2 minutave, kur ishte këtu në sallën plenare dhe nuk ishte në gjendje që të vi në takim konsultativ me të gjithë liderët e partive politike parlamentare. Aktgjykimi është jashtëzakonisht i qartë kur është fjala tek mënyra e votimit, sepse i referohet kreut të 4 të rregullores të kuvendit, pikërisht në 8, ku ka një agjendë të paracaktuar të seancës konstituive dhe aktgjykimi pikërisht i referohet në 8 të rregullores të kuvendit të Republikës së Kosovës. Dhe aty janë 3 pikat e agjendës, në ndërkohë që kur flitet për votimin e fshehtë, ai e thot qartë se neni 8 nuk ka referenca të asnjë nën tjetër i cili flet për ndryshimin e rendit të ditës apo për parashtrimin e mocioneve procedurale. Ju e keni pa për më shumë se 35 herë, na kemi një mocion procedural të cilin ne refuzojmë sepse nuk është pjesë e rendit të ditës i paracaktuar sipas nenit 8 në takimin e partive politike kur është përgatitur seanca konstituive dhe me shumë gjasa që ka një insistim që të vazhdohet prap në atë. Na vjen keq që jemi betonu rreth një emri, rreth një procedure dhe komplet Kosova gjindet në këtë ngërç institucional për shkak të kokëfortësisë dhe mungesës së bashkëpunimit dhe kompromisit nga ana e lëvizjes vetëvendosje. Lidhja Demokratike e Kosovës e ka thënë sa herë që kryetari i kuvendit duhet të votohet me marrëveshje politike. Ne derisa nuk kemi marrëveshje politike dhe nuk do të kemi, nuk do të votojmë. Kemi vot kundër për cilin do kandidat për kryetar të cilin e propozon lëvizja vetëvendosje. Ju takon atyre që me ju përshtat kërkesave të partive të tjera, të cilat po kërkojnë, i kanë dhënë 40 opsione të tjera, ose me bë marrëveshje politike me ndonjërin prej tyre. Kur do që zoti Dehari e respekton rregulloren e kuvendit dhe vendimin e gjykatës kushtetuese, e vendos kandidaturën e Albulina Agjiut ose kujt do tjetër, deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës do të marrin pjesë në votim. Mirë po nuk mujnë me marrë pjesë në votim në një rand të ditës i cili është gatuar në zyrat e lëvizjes vetëvendosje, e që nuk është as pjesë e aktgjykimit dhe as pjesë e rregullores së kuvendit të Republikës së Kosovës. A do të shkojë LDK-ja nesër në takim? LDK-ja do të merr pjesë nesër në takim, pavarësisht, po e them edhe një herë, mungesës së bashkëpunimit nga ana e lëvizjes vetëvendosje, të cilin ju e pat dhe ishit dëshmitar këtu vetëm para 5 minutave zoti Kurthi, nuk e morr mundin prej sallës plenare me ardhur deri te salla takimi numër 10 ku ishin prezent të gjithë liderët e partive politike.